Dy pikat në vijim, 6 dhe 7, nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, do të prezentohen së bashku, ndërka që më pas ato i hedhen në votim njëra pas tjetrës. Këto dy vendime synojnë të forcojnë kapacitetet institucionale për hartimin dhe zbatimin e politikave të qëndrueshme për ruajtjen e biodiversitetit. Po ashtu arrihet sigurohet koordinim më i ngushtë ndërinstitucional dhe pozicionon Kosovën si pjesë aktive në rrjetet dhe platformat rajonale për menaxhimin e faunës së egër në rajonin Dinarek, Ballkan, Pindos. E ftoj Ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, zotërin Fatun Pecin, që ta trajtoj propozim vendimin për themelimin edhe të grupit koordinues, edhe të grupit intervenues për mishëngrënësit e mëdhej, Ariun e Murm, Rrëqebullin Ballkanik dhe Ujkun. Ministër Peci. Faleminderit shumë, Kryeministër, i nderuar Kryeministër, të nderuar zëvendës Kryeministra, të nderuar kolegë ministra, me lejoni që shkurtimisht të prezantoj ekspozin për propozim vendimin për themelimin e ekipit koordinues dhe ekipit intervenues për mishëngrënësit e mëdhenj Kosovë, Ariu i Murm, Ujku dhe Rrëqebulli. Qëllimi i këtij vendimi është të krijojë dhe funksionalizojë një strukturë të qëndrueshme, të organizuar dhe të koordinuar për menaxhimin e mishëngrënësve të mëdhenj Kosovë, duke garantuar ndërhyrje të shpejtë, të kontrolluar dhe të sigurt në rastet urgjente për përfshirjen, prezencën apo konfliktet në këtë specie në vend banime edhe zona të prekura, veçanërisht në ato zona rurale ku rreziku është më i theksuar për fermerët. Ky grup do të kontribuojë në rritjen e sigurisë publike dhe në parandalimin e veprimeve të palegjshme ndaj specieve të mbrojtura. Qëllimi kryesor i grupit koordinues është që të shërbejë si grup këshillëdhënës dhe koordinues ndërinstitucional që do të zhvillojë politika afatgjate për menaxhimin dhe ruajtjen e mishëngrënësve të mëdhenj në Republikën e Kosovës. Ndërsa qëllimi kryesor i grupit intervenues është që të veprojë në mënyrë të shpejtë dhe të koordinuar në situata urgjente që përfshin mishëngrënësit e mëdhenj, si dhe të kontribuojnë në menaxhimin e tyre në terren. Njëherët ky vendim do ta pozicionojë Kosovën si pjesë aktive në rrjetet rajonale për menaxhimin e faunës së egër në rajonin Dinarek, Ballkan, Pindos dhe do të përmirësojë qasjen e të dhëna dhe monitorimin shkencor në harmoni me praktikat më të mira evropiane për mbrojtjen e biodiversitetit. Duke marrë për bazë arsyet e lartcekura, propozoj miratimin e këtij propozimi vendimi. Ju faleminderit. Faleminderit Ministër Peci, do të fjalën dikush për diskutim. Atëherë po e hedhim në votim pikën e parë që është për themelimin e grupit koordinues. Kush është për? Faleminderit. Edhe pika e dytë për të njëjtën çështje është themelimi i grupit intervenues. Kush është për? Faleminderit. Konstatojmë që miratohen të dyja.